Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Janë bashk, nuk janë ndarë kur. Monika Kryemadhi tregon si qëndron marrëdhënia e Ledionit me Sarën. Një video e re që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale ka trazuar sërish ujërat e showbizit, duke risjell në vëmendje një nga temat më të diskutuar të muajve të fundit. Në qendër të kësaj video është Monika Kryemadhi, e cila ka qenë në rolin e opinionistes gjatë këtij sezoni në Big, teksa dëgohet të komentojë marrëdhënien mes moderatorit Ledion Liço dhe producentes Sara Hoxha. Prej kohësh në media kanë qarkulluar zëra të fortë se dyshja e njohur i ka dhënë fund martesës së tyre, ndonse asnjëri prej tyre nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare për të konfirmuar apo mohuar ndarjen. Pavarësisht kësaj situate të përfolur personale, ajo që ka habitur dhe ngjallur interes të madh te publiku është fakti se Ledioni dhe Sara kanë vazhduar të punojnë ngushtë së bashku gjatë këtij edicioni. Duke qenë një pjesë kyçe e panelit të spektaklit dhe duke parë dinamikën e tyre nga afër, Monika Kryemadhi nuk ka nguruar të jap mendimin e saj mbi këtë situatë. Si opinioniste e programit, ajo ka theksuar mënyrën se si moderatori dhe producentja kanë arritur të ndajnë raportin e tyre të komplikuar personal nga ai profesional. Fakti që ata kanë mundur të drejtojnë me sukses një program kaq të madh televiziv, pavarësisht ndarjes së tyre, tregon një nivel të lartë profesionalizmi. Deklarata e Monikës vjen si një nga komentet e para të drejtpërdrejta nga një personazh i brendshëm i produksionit, duke i dhënë publikut një tablo më të qartë për mënyrën se si funksiononte prapaskena e Bigut në mes të asaj situate kaotike. Ledioni komunikonte me kufje me Sarën, kanë komunikuar gjatë gjithë kohës bashk. Kam kuptuar që nuk ishte të bënte ana personale, sesa kishte të bënte produkti i projektit dhe kjo ishte gjëja kryesore. Unë e kam parë që edhe Sara edhe Ledioni kanë qenë shumë profesionist, u shpreh Monika.